Hej miq, përshëndetje, nga unë Dr. Diola Dosti, doktoresh e shkencave të nutricionit, trajnuar në Harvard Medical School. Sot do t'ju dedikohemi infeksioneve të traktit urinar. E di që shkruani shumë, e di që mund të gjeni shumë receta për to, megjithatë, sot do të citoj elementet ose elementet ushqyese më të rëndësishme dhe antibiotikët natyral që do t'ju ndihmojnë më së shumti për të larguar atë shkaktarin kryesor të infeksionit urinar që në 80% të rasteve është Escherichia coli. Është një bakter i cili e shkakton këtë problem, por mbi të gjitha bëhet shumë i zgjuar, le të themi kështu, merr shumë super fuqi kur ti e ngop me antibiotik. Sidomos në ditët e sotme që fatkeqësisht ka raste që shkohet në farmaci dhe merret antibiotik pa recetë, apo ka raste kur disa nga mjekët, jo të gjithë, sepse mjekët janë heronj, por disa nga mjekët japin antibiotik për gjën më të vogël që të shohin. Dhe ky bakter në fakt është 5 herë, pra E. coli, është 5 herë më i zakonshëm tek femrat se sa tek meshkujt për shkak të ndërtimit anatomik të aparatit urinar të femrës. Një gjë tjetër që duhet të keni parasysh është që të gjithë ata që kanë probleme me infeksionet e traktit urinar dhe që kanë simptoma të ndryshme, qoftë dhembje apo djegësim gjatë urinimit, apo kur kanë ndjesinë që duan të shkojnë në tualet, apo duan të shkojnë në tualet, por në fakt pshikza e tyre është e zbrazët, apo kanë gjakderdhje në përmbajtjen e urinës, duhet të bëjmë patjetër analizat. Është e rëndësishme të shikohet niveli i nitriteve dhe niveli i leukociteve në urinën e tyre, dhe zakonisht kur këto janë të larta, kjo është një shenjë e qartë e dukshme që përcakton infeksionet urinare. Në qoftë se do të flasim se cilat janë disa nga elementet ose gjërat më të mira që duhet bëni, gjëja e parë është që duhet të qëndroni të hidratuar. Edhe unë kam thënë edhe në disa video të tjera që nuk them asnjëherë që duhet të pini 2 litra ujë, por në këtë rast, për shkak që juve duhet patjetër të shpëlani për të nxjerrni jashtë të gjitha ato elementet papastërtirat, toksinat që nuk ju duhen, edhe të qëndroni sa më të pastër dhe të filtroni sa më shumë elementet pa dëshirueshme, duhet të paktën 2 deri në 2.5 litra ujë në ditë. Dhe kur them litra ujë tamam, por idealja fare do të ishte që për çdo gotë me ujë juve të shtoni 1 lugë gjelle deri në 2 lugë gjelle uthull të mollës, në mënyrë që të krijoni një habitat në organizmin tuaj që këto baktere të largohen dhe të mos të jetojnë të lumtura. Sidomos kur bëhet fjalë për E. coli. Një ndër, po themi, agjentët vrasës të E. colit në formë natyrale është uthulla e mollës. Ka shumë rëndësi, ju lutem, sepse e di që më shkruani herë pas here dhe thoni Diol, nuk më ndikoi kjo uthulla, duhet ta merrni uthull bio 100%, është shumë e rëndësishme. Jo uthull e cila është e shtuar me elemente sintetike. Një gjë tjetër që duhet të bëni dhe që është shumë efektiv, ose nëse unë do të bëja një kombinim që është super efektiv për trajtimin e infeksioneve urinare, janë 2 element. Është vaj i rigonit dhe trumza. Domethënë, nëse këto përdoren bashk, patjetër mund t'i pini si çaj, mund t'i merrni ndoshta edhe si erza siç janë, por kombinimet më të forta, për shembull vajin e rigonit, unë do doja shumë, është shumë i fortë nëse merret kështu me pika, sidomos kur flasim për fëmijët, se edhe fëmijët mund ta përdorin, po unë do të sugjeroja që të jetë në formën e një kapsule që është e përqendruar shumë me vaj rigoni dhe me trumzën brenda, ose mund ta merrni trumzën ekstra dhe t'i konsumoni çdo ditë. Vaji i rigonit, nëse merret për shembull në trajt kapsule, sepse kam parë dhe e di që ka, po pa dashur t'i bëj marketing askujt, mund të merrni për shembull 200 mg vaj rigoni 4 herë në ditë, kurse vajin e trumzës 500 mg 1 herë në ditë. Patjetër, pa diskutim, mund t'i shtoni si erza, por do të ishte ideale që ato të jenë shumë të përqendruara dhe ju t'i merrni si terapi, le të themi. Diçka tjetër që duhet të përdorni është
përveç konsumit të ujit, duhet të hani edhe të konsumoni dhe ushqime që kanë veti diuretike, pra edhe një herë si puna e ujit që ju shplan këto toksinat jashtë dhe ndihmon në largimin e baktereve, edhe bëhet fjalë për shembull një diuretik shumë i mirë është asparagu. Një tjetër diuretik shumë i mirë është ato gjethet e dandelionit, ose si i thon lule radiqe në mos gaboj. Taraxacum officinali, se ka një emrin latinisht. Gjithsesi, ato gjethet, nëse keni parasysh që duken si gjethet e rukolës, për të qenë më e qartë. Ose kërkoni në Google dandelion edhe i shikoni, i dini shumë mirë se është ajo bima që fillon edhe qel pranverë. Edhe ato gjethet e dandelionit që janë si rukola mund t'i bëni sallatë dhe t'i hani, janë pak më të hidhura ato, po janë shumë të mira, pra e koli trembet nga gjethet e dandelionit. Dhe gjithashtu mos harroni të merrni elektrolitët, sidomos me përmbajtje të sodiumit, sepse ndikon atë një të kohë në shplarjen apo në largimin dhe stabilizimin e florës. Këto ishin këshillat e mia, keni kujdes, sidomos për fëmijët e vegjël, për fëmijët që janë në pampers, që janë në pelena, që mos flasim marka të saktuara, në kujdes në pastrimin e bebit dhe të fëmijës tuaj. Edhe dini se çfarë dua të them, sepse pjesa e anusit është shumë afër, domethënë dallon, ka vetëm 1 centimetër me fshikzën e urinës, kështu që gjithmonë pastrohet një fshikzë e urinës dhe dalja ose fshira e fundit është pjesa e anusit, sepse kam parë shumë nëna të cilat bëjnë kryesisht të kundërtën, edhe ato bakteret nga pjesa e anusit shkojnë në fshikzën e urinës dhe i shkaktojnë shumë probleme bebit. Kështu që me shumë kujdes. Edhe në qoftë se doni të më ndiqni me më shumë këshilla, mund të më ndiqni në Instagram, në Facebook, gjithashtu edhe në TikTok, në Instagram dhe në Facebook me mësimet e Diolës edhe me Diola Dosti, ndërsa në TikTok me Diola Dosti. Faleminderit që më ndiqni edhe bëni subscribe sepse do bëj video të tjera informuese. Ciao ciao.